A doni të mësoni se ç'është lakmia? A ka lidhja jo me fjalën lak të gjuhës shqipe? Dhe ç'lidhje kanë të gjitha këto me reklamën? Nëse po, jeni në vendin e dur. Njerëzit përballë një reklame pyesin gjithnjë vete nëse është një reklam apo e vërtet. Pra reklama nuk është gjithnjë ajo që ju paraqitet si një gjë që ti e gjen të dobishme, si një gjë e re, si një risi, apo një gjë e freskët. Pra që një reklam të jetë e suksesshme, ajo duhet paraqitet si një diçka e re, e freskët, e të ngjallë tek njerëzit një farë lakmie. Pra të thonë, po, e dua këtë. Në këtë formë, reklama duhet të jetë një formë kurthi, lak. Dhe lakmi në shqip do të thotë lak, laku im. Një grast pra ku njerëzit bien në të. Fjala reklam sipas linjës zyrtare vjen nga frëngjishtja e shekullit të 18-19. Por meqense në frëngjisht ajo është thjesht një fjalë etiket pa kuptim, e pasbërthyeshme, ja kalojmë topin atëherë latinishtës. Dhe si përfundim fjala reklam vendoset se ka ardhur nga fjala latine reklamare. Fjalë që përbëhet nga re, e barabartë me përsëri, dhe klamare, të therrasësh, të bërtasësh. Dhe kuptimi në latinisht është të bërtasësh kundër, të shpallësh me zë të lartë. Kështu që sipas linjës zyrtare fjala reklam ka kuptimin të bërtasësh kundër, të kundërshtosh pra, dhe të shpallësh me zë të lartë, të ulërish pra. Pra nëse vërtet ulërin dhe kundërshton, ti ke bërë reklam. Shpjegim i bukur, jo keq, do me thënë jo skandal fare, po jo keq për njerëz që studiojnë gjuhën. Ndërsa akademitë zyrtare rreken për të gjetur kuptimin dhe se nga mbiu kjo fjalë, le të lëmë gjuhën shqipe që t'ju mësoj këtyre ustallarëve se si është krijuar kjo fjalë. Ç'kuptim ka? Si funksionon dhe si duhet bërë një reklam. Këtu ftojmë dhe mjeshtrat e fakulteteve të marketingut që të marrin një leksion të cilin nuk ta jep asnjë fakultet në botë. Në fjalën reklam ndarja bëhet në dy pjesë, re dhe klam. Re në shqip nuk ka kuptimin që ka latinishtja përsëri. Re është aq fjalë e vjetër sa që ka shumë kuptime. Re në shqip është e barabartë me e re, i ri, një gjë e re pra. Re dhe ra janë format e foljes bie. Re në shqip emërtohen ret në qiell, por re në shqip ka dhe kuptimin re, rej, gënjeshtër. Kjo ishte pjesa e parë e fjalës. Pjesa e dytë e fjalës klam. Gjuhëtarët e dinë mirë se kur gjuha kërkon rrjedhshmëri ose adaptim më të thjeshtë, tingujt ndryshojnë vendet e tyre në fjalë. Dhe shkencërisht këta akademikët e kanë emërtuar këtë fenomen metatez, nga greqishtja e vjetër metathesis. Thjesht metateza është një ndryshim fonetik ku tingujt ndërrojnë vendet mes tyre në një fjalë.
Dhe këtu pikërisht kemi këtë fenomen. Klam në lahm, lak, lahmi. Dhe kështu, kaq thjesht dhe shkencërisht, kemi shqipen e cila nxjerr kuptimin e kësaj fjale. Dhe reklam, re, rënje, re, mjegullim, lak, kurth, lahmi dhe lahu im. Pra, që kuptim ka fjala reklam në Shqip? Kuptimi themelor, të ofrosh diçka të re për të ngjallur lahmi, të paraqitësh diçka të re, të bësh që ai të bjerë re, rënje, të krijosh mjegullim, të krijosh një lak, kurth, që të zgjoj lahmin. Dhe qëllimi i gjithë kësaj është tërheqje përmes dëshirës, një kurth i ëmbël, paraqitje e re, një rënje, një mjegullim. Pra, nga gjuha shqipe ne kuptojmë se reklama është një lak, një kurth i ëmbël, i ri, e përgatitur në mënyrë që ta lahmosh e të bjesh në të. Pra, nëse keni syt në ballë dhe shikoni, kudo ju reklamojnë një gjë të re, një version të ri, një shije të re, një risi. Kudo që ju reklamojnë, presin që ti të biesh në lak. Laku pra është ngritur dhe lahmia ju çon në rrugën e re e të shtruar bukur. Në përraft e tregjesh ju do të gjeni ambalazhime të reja, të shëndritshme, me produkte të reja, me risi, që nuk i keni provuar më parë, ulje çmimesh dhe oferta të bukura. Lahmia juaj është ngjallur dhe kracka, laku është për gati që ju të pini në të. Sipas teorisë e evolucionit, njerëzit e kanë përdorur reklamën që nga koha kur u bën gjahtar. Dhe jo siç na thon nga shekulli 18-19. Që kur njerëzit filluan të kuptojnë se si të ishin të suksesshëm në gjuhën e tij, e lakuan, e shpikën lahun. Dhe këtë bën duke parë se lahmia është qelsi i lahut dhe anasjelltas. Rek në Shqip do të thotë të rrekësh, të vish vërdall, pa ditur se ç'bën. Re në Shqip është re, ren, gënjeshtër. Kështu pra, në përrafte, ku ju reklamojnë ju do të arrekeni, do t'ju rrejnë dhe lahmia juaj do të çojë tek lahu. Gjuha shqipe të shpjegon shumë mirë se si dhe që kur është krijuar fjala, kuptimet që ajo ka, përse përdoret, cilat janë pasojat dhe përfitimet prej saj, si funksionon dhe pse. Dhe me që jemi tani tek fjala lahmi e gjuhës shqipe, po bëjmë dhe këtu një sqarim për akademikët zyrtar.
Thonë se fjala lakmi vjen nga lakomu, slavisht e vjetër, me kuptimin i pangopur lakmitar. Në bullgarisht, lakom është e barabartë që do më shumë lakmitar. Në serbo-kroatisht, lakom është e barabartë me grykës. Por këta ustallarët nuk japin asnjë etimologji të mëtejshme për rënien lak. Thjesht konsiderohet si e lashtë, pa shpjegim se nga cila formë kuptimore del. Dhe kjo është e qëllimshme për të mos dalë pra që këto gjuhë të krijuara aristas nëpër manastire e kanë marrë nga shqipja. Në shqip, fjala lak është e pasur në formë, funksion dhe rrenjë. Lak, nyje, kthes, rreth, gërshet. Lakmi, veprim i përkuljes, formë artistike. Lakim, veprim i përkuljes, formë artistike. E lakuar, fjala që s'është e drejtë, por me kuptim të thellë. Lakmoj, e dëshiroj atë që është i lakuar, i përpunuar, i arrirë. Laku i arës, vije përkullur që ndan tokën. Lak dritë, yll që lakon qiellin. A ka slavishtja art të lakimit? Jo. Në gjuhën slave nuk ka format e lakuara të fjalës si në shqip. Nuk ekziston lakimi si veprim që i jep formë tokës, ajrit, fjalës. Mungon kjo lidhje mes dëshirës dhe mjeshtërisë për të përkullur gjërat për t'i bërë të tuat. Thonë se fjala lakmi vjen nga slavishtja, por slavishtja se shpjegon dot vetë. Thjesht thonë lakom si etiket, jo si kuptim. Në shqip lak është formë, është kurth, është mjeshtëri, është arti i të përkullurit për të krijuar. Lakmi është veprim, lakimi është dëshirë. Dhe ndërsa gjuhët e tjera flasin për grekësi, shqipja flet për rrenjë, për ndërtim brenda mendjes. Kjo nuk është fjalë që vjen nga jashtë, si etiket slave. Kjo është fjalë që del nga përkulja mira vjeçare e vetë shqipes. Laku nuk është vetëm kurth, është dhe mjeshtëri, dhe lakimi në duart e njeriut është armë, art dhe gjuhë. Një drugdhëndës lakon drurin për të krijuar forma që rri në sy. Një tavolinë e thjesht nuk është art, por kur ajo përkulet, lakon këmbët, bëhet mjeshtëri. Një këngëtar lakon zërin për të prekur shpirtin, dhe ai nuk këndon notën siç është, por e përkul, e ngre, e zbret derisa ajo të qajë brenda teje. Një valltar lakon trupin për të shprehur ndjesitë që fjala nuk i thot dot. Vallja nuk është e drejtë, ajo rrotullohet, dredhohet për të futur në një ndjenjë. Një poet lakon fjalën për të mbështjellë mendjen. Nuk thot drejt për drejt, por lë të kuptosh përmes metaforës, lakimit të mendimit. Një strateg lakon planin që t'i vijë armikut nga pas. Lufta nuk fitohet drejt, por do dhe lakim me lak. Një nën lakon zërin që fëmia ta dëgjojë si për radhë.
e njëjta fjalë, po e lakuar but. Duhet dashuri. Pra, me pak fjalë, reklama në thelb ka të bëjë me artin e lakimit. Dhe ju, herës tjetër kur të përballeni me një reklamues, të mbani mend se para jush është një mjeshtër i përkuljes, i lakimit. Dhe ju do ta dini tashmë se keni të bëni me një lakues i cili ka ngritur lakun. Dhe ju do të vini në provë lakun tuaj, lakmia. Pra edhe një herë për ju, keni në dorë qelsin e një dere të cilën askush nuk guxon të shoh as nga vrima e qelsit, e jo më ta hap derën. Përdore qelsin, hape derën, dhe aty ke dijen e vërtet të cilën nuk e gjen në asnjë libër, por të gdhendur, pikërisht aty ku askush nuk e fshin dot.